Lezha Kurbini Mirdita. Sonte jemi bashku këtu gjithë bashk në një event jo të zakonshëm, por një event komplet veçantë, sepse këtu kemi 9 personazhe nga më të mirët e këtij qarku që do përfaqësojnë Partinë Socialiste e Shqipërisë në këtë garë dhe me datën 11 maj. Ne do ta konkretizojmë me një fitore absolute. Personalisht, jam shumë krenar që jam tu sot dhe po hap këtë takim kaq bukur. Jam krenar sepse ne sot kemi me kë përfaqësohemi. Jam krenar se ekipi jon është një ekip me një përbërje rinore kryesisht, por që përfaqëson vlerat më të mira të komuniteteve tona. Është një bashkëndim fantastik i kulturës, i dijes, i urtësisë, i vlerave të Lezhës, Kurbinit dhe të Mirditës. Prandaj ne jemi ballart, sepse lista kryesohet nga ministri Manja, një ndër ministrat më të suksesshëm të qeverisë Rama, një ndër njerëzit më të punëtor, një ndër njerëzit që ka kontribute të shmuara në qeverisën e këtij vendi, në drejtësinë e këtij vendi, e cila ka bërë ato që ju shikoni, që edhe zyrtari edhe njeriu i thjesht të jenë barabar para ligjit. Fundit, ne për këtë kemi luftuar dhe këtë kemi sjellë dhe fal kontributit e ministrit Manja. Kemi Ermal Pasajn, një ndër djemë më të mirë të këtij qyteti, një ndër bashkëpunëtorët e mi më të afërt, një ndër njerëz më të zot, një ndër djemt më të mirë, një djalë i cili do ta përfaqësojë më së miri Lezhën, sepse Lezhë tashmë do ketë një përfaqësues i cili do të transmetojë prej këtu hallet dhe problemet e këtij komuniteti. E pastaj nga Lezhë vjen Nat Kadeli, i cili nuk ka koment për ta thënë, sepse është i biri i Gjevalin Kadelit, i miku tonë që sjeton më, një socialist i rritur në Partinë Socialiste dhe një njeri i cili familjarisht ka vënë shumë tulla në ndërtimin e imazhit të kësaj partie. Është Aurora Reqi, është një tjetër prurje nga ky qytet, që përfaqëson vlerat më të mira të qytetit, të qytetarisë lezhjane, se unë jam katonar i artën për vete, dhe është një vajzë që familjarisht mbart vlerat më të mira që ne na duhen për të përfaqësuar dhe për të kërcit derën derë dhe për të thonë ja kush jemi. Një tjetër djalë i ri, një satelit i ri që ka dalë në publik, një ndër djemt më të përgatitur që ne kemi, është më i riu në këtë skuadër, por me energji, me kontribut. Një familje jashtëzakonshme socialiste, që gjithmonë ka qenë në krah, dhe kjo familje na ka sjellë ne një aset që quhet Anton Gjoni. Është Klotilda Ndresa, bashkëshorte e një socialisti e vajzë e një demokrati. Por qa ka ardhur në Partinë Socialiste dhe qa vlera sjell nga komuniteti i Zadrimes, ajo do na e thot vetë, po unë mendoj se është një gjetje dhe një përfaqësim jashtëzakonshëm i asaj treve
që në fakt për shumë kohë ka mendu se është e papërfaqësuar. Të dita ndresa do I përfaqësoj më mirë, pastaj Majlinda besoj do të vazhdoj më vonë me ekipin e vet, po unë jam shumë I kënaqur që jam këtu me të gjithë, edhe me Erin, edhe me Marietën, edhe me Pranverën, që të gjithë bashkë bëjnë ekip simpatik. Ne nuk mund të krahasohemi me ekipin kundërshtar. Në asnjë një lloj aspekti s'mund të krahasohemi. Ne s'mund të krahasohemi as si ekip, as si kontribut. Më thoni një kontribut në zhvillimin e këtij qyteti që ka një nga personazhet e listës Partisë Demokratike. Më thoni një. Të dalim publikisht dhe të themi që vëm një gosht. Kur ne flasim për punë, ata dalin dhe flasin me dosje në spak pse bëni trotuar dhe pse I shërbeni komunitetit. Diferenca është e qartë. Ne jemi këtu për të fitu me datën 11 maj, sepse Shqipëria duhet të integrohet në Europë, dhe Shqipëria nuk mund të integrohet në Europë me një njeri non grata, me njeri që është I penalizuar spak, dhe me një njeri I cili I ka sjell drama të pashlyeshme këtij vendi, siç është Gërdeci, e siç janë mira të tjera akte korruptive familjare, e siç është vrasja në bulevard, e ne nuk mund të kthehemi prapa. Prandaj jemi këtu për të betuar dhe për të zotuar se data 11 maj, me gjithë sa jeni këtu dhe të tjerë që nuk janë, do jetë një fitore e pa diskutueshme 4-3 e Partisë Socialiste së Qarkut Lezhë. Në ndërtimin e ulsimanjes, ne gjithë jemi blok, askush nuk është kundra. Të gjithë jemi në një fjalë, në një linjë. Jemi të bashkuar në unitet të plot për ta fituar këtë garë. Prandaj unë do të thrastu kolegen time, Majlinda Cara, e cila para 2 vjetësh bëri ato që si shkonte mendja kujt, filloi bashkinë e Kurbinit shumë thellë. Në fakt nuk mund ta fsheh gëzimin që kemi sot këtu dhe kur e shoh që jemi në takimin e parë të hapjes së kësaj fushate dhe jemi kaq shumë, e imagjinoj sa do bëhemi rrugës drejt fitores së 11 majit të gjithë bashkë. Në fakt ne kemi shumë, unë edhe kolegu im Pirini, kemi shumë për të folur për këtë qark. Kemi shumë për të thënë, aq punë të mira janë bërë në këtë qark, sa besoj në asnjë qark tjetër Shqipërisë nuk e kanë pasur mbështetjen kaq të madhe. Por fal kujt ka qenë gjithë kjo mbështetje? Fal kryeministrit Edi Rama, kryetarit Partisë Socialiste dhe qeverisë shqiptare. Ndaj të dashur miq, të dashur motra e vëllezër, për t'i vazhduar këto punë të mira që kemi nisur për gjithë qarkun Lezhë, për punë të tjera që na presin prap, ne na duhet patjetër mandat fitorie e radhës e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Më shumë të dashur miq, ne do jemi në ditët në vazhdim, derë më derë, komunitet në komunitet, lagje në lagje, për të kërkuar mbështetjen e gjithë secilit, për punët e mira që kemi përpara, për punët e mira që na presin në vazhdim. Nga zemra I uroj fitoren gjithë skuadrës tonë simpatike të qarkut Lezhë, një skuadër përfaqësuese e denj me trije të reja, me vajza dhe djemë shkëlqyer, me gra e me burra shkëlqyer. Dhe besonin në drejtimin e ministrit Ulsimania, ju du t'jeni krenari e këtij qarku. Kurbini përfaqësohet nga 2 kandidat, një grua dhe një djalë të lindur e të rritur në Kurbin, të 2, me profesione të ndryshme, me familje që jetojnë në Kurbin, shkan vlera të jashtëzakonshme kulturore për gjithë trevën e Kurbinit. Jam e bindur që do na përfaqësojnë denjësisht në Kurbin për t'i dhënë edhe një herë Kurbinit tim të bukur, Kurbinit tim të vështirë, por për t'i dhënë fitoren e Partisë Socialiste me 11 maj. Lezhë, Kurbini dhe Mirdita, sa të bukur e nisonte, familja ime e bukur socialiste e qarkut Lezhë. Jemi këtu në startin e fitores së radhës së Partisë Socialiste me në krye Edi Ramën. Tashmë edhe në fletën e votimit
kemi numrin 5. Kjo duket si një përshëndetje për Europën. Duket një përshëndetje që erdhëm. Por kush do t'jenë mandatarët e kësaj arritje? Do jenë pikrisht vota jon e 11 maj 2025 që do na çojë në Europë. Dhe në Europë na çon Partia Socialiste e Shqipërisë. Ju njerëz të mrekullueshëm, ju shok dhe shoqe që do dim të udhëheqim fitoren ton shtëpi me shtëpi, derë me derë. Atëherë, çfarë na pret? Vetëm të ecim përpara për fitoren e radhës. Përshëndetje Lezha, përshëndetje Kurbini, përshëndetje Mirdita ime, përshëndetje prej së largu diasporës. Sot kam realizuar një ëndër e cila do donte çdo i ri për ta përjetuar. Por këto ëndra realizohen vetëm në suportin, mbështetjen e jashtëzakonshme që Partia Socialiste u jep të rive. Si një bimë Mirdite, e shkolluar jashtë dhe si pedagoge kam vetëm një mesazh për sonte. Për të gjithë ata të rinj në mënyrë veçantë që janë në diasporë. Të kthejnë vëmendjen nga Shqipëria, nga vendlindja e tyre për të realizuar ëndrat, sepse emigracioni është një koncept i së shkuarës. Shqipëria është e ardhmja. Përshëndetje Lezha, përshëndetje Mirdita, përshëndetje Kurbini, përshëndetje miq të ftuar, koleg të afërm. Ju falenderojmë shumë që sot jeni mbështetja jonë. Unë si mësuese gjithmonë kam patur misionin që të hec për brezat e rinj, që brezat tonë të jenë sa më të suksesshëm. Sot kam një mision të ri, misionin se si zëri im të dëgjohet në parlament për rinin, të dëgjohet për gruan, të dëgjohet për vajzën. Vetëm të gjithë bashkë, që dua që zëri im të dëgjohet, dua që zëri juaj të dëgjohet, dua që zëri im të jetë një zë i fuqishëm për Kurbinin, për Mamurasin, për Lezhën. Konderit. Përshëndetje, unë fillimisht do doja të na mirë kuptoni, sepse emocionet fillimisht bëjnë punën e vet. Unë jam nga Zadrima, fshati Kotër. Jam këtu si një nuse e majt, e vajzë e djathtë. Mes majtes e djathtës, unë kam zgjedhur të ardhmen, punën dhe ndryshimin. Partia Socialiste në të vërtetë është ajo që mu ngroh shpirtin, si dhe shumë të ri, por e dim se kemi edhe shumë punë për të bërë dhe kemi disa probleme që do i zgjidhim, por për mua e vjeta nuk mund të më frymëzoj. Unë ndihem shumë e privilegjuar që jam sot mes jush për të bërë maksimumin në përfaqësimin e komunitetit zadrimor. Përshëndetje të nderuar qytetar të Lezhës, Kurbinit dhe Rëshenit. Unë jam Mirion Markaj, lindur dhe rritur në Kurbin. Fillimisht kam qenë angazhuar në biznesin privat, modest, familjar. Ndërsa më pas kam kontribuar me pasion dhe përkushtim maksimal në detyra të ndryshme që më janë besuar në sektorin publik. Për mua është nder dhe përgjegjësi e madhe të jem pjesë e skuadrës e Qarkut Lezhë, kryesuar nga Ulci Manja. Me djem dhe vajza për sfidën 11 majit të gatshëm për të qenë një pjesë e fushatës së vështirë që do të mbyllet me një fitore duke dhënë fitoren e garantuar Kurbinit. Të dashur qytetarë të Lezhës, Mirditës dhe Kurbinit, përshëndetje të gjithëve. Sot qëndroj para jush me një ndjenjë thellë përgjegjësiet dhe përulësiet. Unë jam Admir Kadeli, jam biri juaj, i lindur dhe i rritur në këtë qytet. Jam thellësisht mirënjohës Partisë Socialiste që më dha këtë privilegj të jem pjesë e ekipit tonë fitues drejt Bashkimit Evropian. Sot, më shumë se kurrë, ndihem i motivuar të jem zëri juaj, të jem ai që lufton për të ndërtuar një të ardhme më të mirë në çdo cep të qarkut tonë. Dashur motra dhe vëllezër, tek jam këtu në këtë skenë, më kthehen vitet pas. Tek baba im. Sepse diku këtu
në mesin tuaj unë kam familjen time. Kam dhe djalin tim 6 vjeçar Joen. Dhe unë isha në rolin e djalit tim, e shikoja Timat në këtë skenë. Shumë emocionuar isha. E shikoja, ky ishte një mësim i madh për mua. Ishte një mësim që më bëri të kuptoj se politika nuk është pushtet, por është shërbim me përulësi ndaj popullit tënd. E unë jam këtu për ta ndjekur atë rrugë. Unë e di që ka sfida, e di që ka probleme, por gjithashtu e di që bashk mund t'i kapërcejmë ato. Bashk mund të ndërtojmë një lezhë më të mirë për fëmijët tanë. Bashk mund të ndërtojmë një të ardhme më të sigurt për to. Ndjem shumë me fat që jam pjesë e skuadrës fituese që do bëjnë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian. Ndaj sot kërkoj mbështetjen tuaj, jo vetëm për mua si kandidat, por për gjithë ne, për Partinë Socialiste, për numrin 5. E ardhmja e Lezhës është në duart tona. Shumë faleminderit e na u prifte mara. Përshëndetje të gjithëve, bashkëqytetarë të qarkut Lezhë, të treja bashkive, Lezhë, Mirdit dhe Kurbin. Në fakt, unë qa mund t'ju them ma shumë nga ato që dini. T'ju them që Shqipëria këto 12 vitet qeverisës Partisë Socialiste gëzon më shumë zhvillim dhe progres se sa gjitha vitet e pluralizmit shqiptar, gjithë e dini. T'ju them që dera Bashkimit Evropian hapet vetëm me dorën tonë dhe kjo nuk është rastësisht, sa është një agregat i gjithë punës që është bë të Partisë Socialiste të qeverisë shqiptare me krye kryeministrin e Shqipërisë, e dini Malla i vogël. T'ju them që me 11 maj Partia Socialiste do marrë fitoren më bindëse që ka marrë ndonjëherë dhe ne Lezhë do jemi treni më i shnritshëm në gjitha qarqet që do fitohen në Shqipëri, e dini majtë i djathtë. Nderuar pjesëmarrës, gra e burra, të rinj e të reja, Shqipëria ka alternativën. Alternativa është numri 5, se ma pas kënë hesh këtu për ekranit, po di e baj edhe vetë. Quhem Andon Arben Gjorni, jam djalë i ri nga Shënkolli dhe jam shumë i lumtur dhe kam nderin e madh të jem pjesë e skuadrës fitore së Partisë Socialiste dhe aq më tepër që jam mishërimi i besimit që Partia Socialiste ju ka dhënë të rinjve. Faleminderit. Të gjithëve. Në fakt nuk është e lehtë që të prezantosh veten edhe gjitha ato ide që do t'ja transmetosh gjithëve për 2 minuta, por gjatë kohës që unë po përgatisja këtë fjalim, e vetmja gjë që kisha në mendje ishin jo vetëm ato fjalë të mëdha që ne mësojmë në shkollë apo në jetë për këto prezantimet. E vetmja gjë që më kujtohej ishte babi im, i cili gjithë jetën ka votuar Partinë Socialiste, edhe sa herë dilte nga qendrat e votimit thoshte, po si se votuam një herë robin ton më vëlla. Do të thënë, në fakt, asnjë fjalë e madhe, asnjë libër nuk të mëson atë që të mëson jeta. Dhe kjo është esenca ime të qenurit këtu sot. Unë vi për të përfaqësuar atë bindjen që vetëm me ne mund të ecim përpara. Unë mendoj që ne të gjithë bashk, pa dallim feje apo krahine, pa dallim përkatësie etnike apo dhe bindje politike, ju a kemi borxh fëmijëve tanë të cilët kemi vendosur t'i rrisim këtu, t'ju garantojmë një të ardhme të sigurt. Ju a kemi borxh atyre që t'i rrisim të njëjtë dhe të barabartë si të gjithë fëmijët e tjerë që jetojnë, kanë patur fatin të lindin në Bashkimin Evropian në fakt. Prandaj unë mendoj që me datën 11 maj, ne jo vetëm duhet të votojmë, por duhet të vullosim patjetër fitimin e Partisë Socialiste. Faleminderit shumë. Editor Kurbinas Lezhian. Në fakt, ne njihemi, ju më njihni, e dini që kam punu dhe dini se sa punë të mira kemi ba gjithë bashkë, dhe kjo nuk është fushata fjalëve të mëdha, kjo është fushata fakteve. Ne jetojmë në vendin më të bukur të botës, me njerëzit më të mirë në botë, jetojmë Lezhë, por nuk ka zbardh drita i ditë bukur
edhe kemi gjetë kilometra rrugë të bame. I bën njerëzit që solli Partia Socialiste. Nuk mbin nga toka as shtëpit, as pallatet, as grandet e rindërtimit. I solli Edi Rama dhe Partia Socialiste. Nuk ra për i qiellit as shkollat, as rrugët, as turizmit që kemi, e as dinjitetit që kemi sot në Europë. Po i kishim vizat, por sot kemi një dinjitet, edhe kytë e solli puna madhe e Partisë Socialiste edhe Edi Ramës. Bite bijat e qarkut ton, kandidatet më të mrekullueshëm, kandidatit më të mirë të Partisë Socialiste, se më të mirët janë në Partinë Socialiste. Edhe, në fakt, kisha vetëm i porosi, kisha diçka të fundit më thanë, unë e kam mbyll komunikimin edhe prezantimin për sot, kaq kisha përgatit, por tunajt më erdhin me një gjë. Unë jam pak lokalist të drejtën, dhe ajo skuadra që përmend më përpara, luaj në sektorin e Bashkisë Lezhës. Edhe kisha vetëm një porosi, jo për ju, me ju do flasim prap, por për matan Gardhit, për ata që akoma nuk janë pa me Edi Ramën. Veni vath në vesh mirë, se me Partinë Socialiste, me zjarrin, me ujin edhe me Perin Dreun, nuk ja dilni dot, mos bëni lojna kot. Dhe për ta përmbyllur ashtu siç na ka. Mirëmbrëma të gjithëve, motra dhe vlezër të Lezhës, Kurbinit dhe Mirditës, të dashur bashkëqytetarët tanë diaspor, që nga 11 janari deri me 4 mars i keni dhënë Shqipërisë leksionin më të mirë demokracisë, 16.000 lezhjan e lezhjane, Kurbinas dhe mirditore dhe Kurbinase janë regjistruar për ta ushtruar drejtën e votës së bashku me ne me 11 maj për fitoren e 4 të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste në qeverisjen e vendit. Motra dhe vlezër, unë do t'u dheq një skuadër që vetëm unë e di se si do ta mbaj këtë skuadër deri me 11 maj. Por një porosi e kanë qësonte. Der e mder të çdo qytetari në Lezhë, në Kurbin dhe Mirdit, me përulje dhe me dorë në zemër, për të kërkuar votën e secilit prej jush, edhe atje ku do të gjej një derë mbyllur, se ende nuk janë bashkuar vagonit të Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste, të kërkojmë votën sepse vota është respekt, vota është mirënjohje, dhe ne kemi ballin lart për ta kërkuar votën në këtë qark, sepse nuk jemi njerëzit e premtimeve të pambajtura, por jemi njerëzit e punës. Ne do të bëjmë një fushat model me 11 maj këtë qark. Do të bëjmë një fushat që i bashkon njerëzit dhe që nuk i ndan njerëzit. Sepse me 12 maj kur të numërohen votat e fundit, ne përsëri do të jetojmë në të njëjtin qytet, në të njëjtin qark. Do të jetojmë në Lezhë, në Kurbin dhe në Mirdit si bashkëqytetar. Do të jetojmë me të njëjtat halle, me të njëjtat probleme, po do të përfitojmë dhe të njëjtat mira së bashku. Fushata jonë do të jetë një fushat e punëve që kemi nisur dhe e punëve që do të nisim me Edi Ramën dhe me qeverinë shqiptare. Fushata jonë, motra dhe vlezër, nuk do të jetë fushat ndasish, nuk do të jetë fushat përçarje, nuk do të jetë fushat shpifjes dhe balte. Fushata jonë do të jetë një fushat e punëve që kemi nisur, do të jetë një fushat që të sjellim në Lezhë dhe në gjithë qarkun në Kurbin dhe në Mirdit, jo më 1.4 milion turist që kishim në 2024, por pse jo 3 milion turist, sepse ky qark e thanë antarët e ekipit tim e ka bekuar Zoti me gjithat mirat. Ka detin, ka lumin, ka malin, ka një agroturizëm dhe një kulinari që nuk e ka askush Shqipëri. Por ky qark, banorët e kësaj treve që i ka dhënë shpirtin kombit shqiptar, ka një virtyt që e kanë pak të tjerë ndër ne. Janë njerëz punëtor të fjalës mbajtur të besës dhe të burrnisë. Ndaj motra dhe vlezër, unë dua t'ju ftoj që nga sot dhe deri në 11 maj kur të mbyllen kutitë e votimit, të mbani vetëm një numër në mendje, numrin 5. Partia Socialiste e Shqipërisë, Edi Rama, kryeministër në mandatin ton të 4. Para pak ditësh
u edhe dhe shortin KQZ, edhe si shduket fati e ka bekuar këtë skuadër, Edi Rama dhe Partinë Socialiste. Numri 5. Numri 5, dhe po ta shifni logon ton, është një dorë në mes flamurit Shqipërisë dhe flamurit Bashkimit Evropian. Jo rastësisht, sepse jemi më afër se kur për të realizuar ëndrrën evropiane shqiptarëve që në 1990 u dindën shesheve për të rrëzuar sistemin komunist dhe për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Ëndra është më afër se kur, jemi në mes të flamurit Shqipërisë dhe flamurit Bashkimit Evropian dhe në fund vitit 2027. Pa diskutim që me votën tonë, me votën tuaj, edhe me votën e atyre që votojnë për herë të parë, 33 që do të votojnë për herë të parë këtë qark, por dhe me votën e pastër dhe të mrekullueshme të diasporës tonë, pjesës tonë më të mirë, që kanë ndëruar herët të jenë antar të Bashkimit Evropian, këtë radhë do të ashtrinë dhe ata dorën dhe ta bashkojnë me ne, që edhe ne të jemi më në fund antar të Bashkimit Evropian. Ta marrim ato pasaportën që thotë Edi Rama, European Union, Republika e Shqipërisë, që edhe ne më në fund të jemi me shpirt dhe me zemër, por dhe fizikisht pjesë e Europës tonë bashkuar. Modra dhe vlezër, rruga është shumë e qartë. Me 11 maj, ja ku është skuadra jonë, Andoni është më i riu, 26 vjeç, dhe më i vjetri jam unë. Mosha mesatare e kësaj skuadre shkon 38 vjeç, do kështë qënë pak më e vogël, po ua kam ngritun, se e thash unë jem më i vjetri ndër këta, dhe është një skuadër tërësisht e re, si që janë të gjitha skuadrat e Partisë Socialiste në të 12 qarqet e Shqipërisë. Ky ka qenë vizioni i Partisë Socialiste, ky ka qenë vizioni i Edi Ramës, Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian do të jetë tërësisht me 33-ja, dje me vajza që për herë të parë dalin në fushë për të kërkuar votat për fitoren tonë pa diskutueshme me 11 maj. Skuadra jonë është në kontrast me skuadrën tjetër, por dhe me të gjitha ata të tjerë që kanë dalë dhe që do t'i keni, pse jo edhe këtë shesh, për të kërkuar votat. Një skuadër që reflekton vetë edhe si përbërje, edhe si përfaqësim, me njerëz të provuar dhe të stërprovuar, që kanë ditë bëjnë mirë vetëm një punë jetën e vetë, të punojnë për veten e vetë dhe për xhepin e vetë. Por unë jam i bindur që do të refuzohen masivisht në gjithë Shqipërinë, por dhe në qarkun e Lezhës me votën tuaj, sepse qytetarët e Lezhës, Kurbinit dhe të Mirditës, tashmë e kanë qartë se kush punon për Shqipërinë dhe kush punon për shqiptarët dhe kush punon për shkuarën. Sepse ende dhe sot e kësaj dite, ne vazhdojmë të vuajmë pasojat e keq qeverisjes së atyre që sot janë mbledhur në ato aleancën madhështore të njerëzve të lodhur. E pat, në fakt, edhe sot këtu, se ne socialistëve na ka hije dhe festa dhe protesta. E keni vënë re që kur mlidhemi ne, si që jemi mbledhur sonde në këtë shesh të mrekullueshëm të beslidhjes së madhe të Lezhës, na ka hije edhe protesta. Po çfarë protestohet? Vujnë pasojat e Saliut pra, sepse firmat për ato që protestojnë ata bashkëqytetarët tanë të Lezhës që e presin prej nesh ta zgjidhim hallin, është nxjerrë në kohën e Saliut parë. Saliu i parë e Saliu i dytë i kanë bërë domet pa llogaritshme këtij vendi. Por jemi ne socialistët e Shqipërisë. Jemi ne Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Edi Rama. Jeni ju që me votën tuaj me 11 maj do ta bëni ndarjen përfundimtare me të keqen dhe me shkuarën. Ne luftojmë dhe do të fitojmë bindshëm 4 nga 7 mandatet e këtij qarku. 4 nga 7 mandatet e këtij qarku. Por Parnat Kurbin, një mik demokrat i hershëm i asaj zone, më tha: ministër, sigur e keni pak objektivin 4. Tha për kundërshtarët tanë. Ne do t'i bashkohemi fitores madhe, sepse nuk ka forcë që e ndalon fitoren e Edi Ramës në mandatin e 4 si kryeministër i vendit për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian.
rres pa kufi për durimin dhe për krajën që na dha sonde dhe për fitoren me 11 maj, mos harroni numrin 5 dhe ke kjo skuadra ime këtu në listën e hapur, të votoni me zemër dhe me mendje për këtë ju doj shpirti. Toren e Partisë Socialiste 4 mandate numrin 5 Edi Ramën Lezhë.